Aksi i Shëngjinjve Lipoj është një aks i mahnitshëm panoramik. Dhe që kur së mbahet më mend rruga përkatëse ka qenë një ëndër e banorëve dhe një premtim i politikanëve. Tani më ajo rrugë është drejt përfundimit dhe postimi sot të mëngjes i videos për të ka nxitur komente ndër të cilat 2 a 3 vlen të diskutohen. I dashur Alpin në fakt e kundërta është e vërtet. Nëse ka një dallim kryesor fare mes çfarë ndodhte me rrugët e Kënetës dhe çfarë i karakterizon afro mijëra kilometra rrugë të ndërtuara e rindërtuara prej nesh, janë standardet. Këtë nuk e them unë, këtë e thon partnerët tanë të Bashkimit Evropian. Dhe mos harro që pas një betejë të gjatë ne futëm Shqipërinë edhe në korridoret evropiane në vitin 2023 dhe po ndërtojmë 2 segmentet e rrjetit evropian në Shqipëri, korridorin blu dhe korridorin e 8. Dhe se mos harroj unë tani këtë, edhe rrugën e kombit që u hap në kohën e Kënetës, i përpjekur një dekadë të tërë ta fusim në standardet e BE-s dhe përpjekja akoma tani që flasim nuk ka mbaruar 100%. Ironia pastaj se standardet mungojnë nga që ne paguajmë zgjedhjet është një fyerje direkte për thuajse 800.000 shqiptarë që 11 maj do t'i afrohen 1 milionëve, cilët votojnë mua dhe Partinë Socialiste, pikërisht sepse ne po ndërtojmë një Shqipëri me standarde mbi Kënetën e plagëve të thella që trashëguam kur morëm të tyre. Italia është një nga 7 ekonomitë më të mëdha të botës. Ka thesarin më të madh të trashëgimisë kulturore botërore, i dashur Andi. Kështu që Shqipëria as mund të bëhet Italia, jam dakord, as ka pse pretendon të bëhet Italia, dakord. Por ama pa diskutim që mund të bëhet një copës Italie këtu në Ballkan. Për një arsye, që nuk është vendi ti ndajmë këtu. Po një gjë nuk e kuptoj unë. Pse nuk gëzohesh ti kur sheh një punë të bukur në Shqipëri? Në 12 vjet namin base nuk e kemi bërë, i dashur Agustin, po që namin e zi Shqipërisë ama ja kemi hequr. Dhe kjo nuk ha fare asnjë diskutim. Dje Shqipërinë e vizitonin vetëm turistët patriotik, ndërsa vjet e vizituan 12 milion turistë nga gjithë bota që të vit do jenë edhe më shumë. Dje Shqipërinë nuk e vizitonin më udhëheqësit e vendeve të tjera. Ndërsa sot udhëheqësit e vendeve të tjera mblidhen në Shqipëri. Bëjnë samite për të diskutuar tema ndërkombëtare. Dje Shqipërinë dhe shqiptarët të huaj të shikonin nga lart poshtë, me nënqeshje në rastin më të mirë. Sot jemi ulur si të barabartë me ta për të negociuar hyrjen në Bashkimin Evropian dhe kemi drejtuar disa forume që deri dje as mund të imagjinoj se do të ishim ne në krye. Rrugë, shkolla, spitale. Kur më shumë se sa në këtë dekadë nuk janë ndërtuar dhe me standarde evropiane. 53 spitale të reja, 450 shkolla, thuajse 1000 kilometra korridore kombëtare, pa llogaritur disa mijëra të tjera kilometra rrugë turistike, rurale e urbane. Jo, drita jo. Dje Shqipëria kishte vetëm 4 zona urbane dhe 0 rurale me ujë 24 orë. Sot ka 43 zona urbane dhe 98 rurale me 24 orë ujë, ndërkohë që çfarë ka mbetur do të mbyllet në mandatin e 4. Energjia, këtu e të prova Agustin, dakord, s'del dot nga Këneta, po të paktën mos e thuaj haptas më burr se nuk është mirë për reputacionin e askujt që të duket haptas që s'del dot nga Këneta.